Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë është një lexim i përgjithshëm, nëse rezonon me ju mund të lini komentet tuaja në këtë video. Dhe shohim energjinë që do na vi, ju mendoni rreth personit tuaj dhe unë shoh energjinë që vjen. Ndolëm 2 letra këtu, gjithsesi e vendos këtu. Këtu është një çift, 2 të dashuruar. Atëherë, shoh që është një person që ka shumë emocione në lidhje me ju. Është një energji maskullore që ndoshta i bën pyetje vetes në lidhje me çështjen emocionale ose me gjëra të lëna pezull, në këtë histori dashurie. Sepse shoh një çift që është shumë i dashuruar, por që ky person është duke analizuar emocionet e veta. Por është dhe një person që dëshiron t'i analizoj me mençuri, sepse jemi te energji e shpatave këtu, por bën dhe pyetje vetes së vet, se çfarë kërkon ky person në lidhje me ju dëgjues. Por shoh një lloj ndershmërie në emocionet që ky person ka në lidhje me ju. Ndoshta ky person mendon nëse ishte në rrugën e duhur ose jo, dhe është duke qartësuar ato mendimet në lidhje me këtë dashuri, por ndërkohë ky person përdor shumë fort pjesën e logjikës, por dhe fjalët për të rivendosur besimin e humbur në këtë njohje ose në këtë lidhje që ju keni. Kështu që shoh një person që dëshiron të fitojë atë qartësinë në lidhje me një komunikim me ju dëgjues. Por ndërkohë shoh këtu që mund të jetë një person nga e kaluara, sepse shoh një lloj rikthimi. Ky person është duke menduar, dëshiron të komunikojë në lidhje me ju, të ketë një bisedë të hapur dhe të sinqertë, dhe është duke menduar në lidhje me këtë komunikim. Ose ky person është duke menduar se si të shprehë veten e vet në këtë njohje që ju mund të keni pasur, mund ta merrni në gjitha llojet e situatave, sepse ky person kërkon të rigjenerojë përsëri këtë njohje që keni, por dhe emocionet e veta në lidhje me ju dëgjues. Është një energji shumë e bukur dhe këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së binjakëve, mund të jetë një person që është shpirti juaj binjak, por ndërkohë shoh edhe një person që është duke ju ndjekur pak në mënyrë të fshehtë, ndoshta këtë dashuri, është një energji femërore. Këtu kemi energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të ujit përsëri. Atëherë do shohim, ky mund të jetë një person nga e kaluara ose mund të jetë edhe shpirti juaj binjak. Dhe shohim në lidhje me këtë person, çfarë mendon për ju? Shoh që një energji maskullore, por energjit mund t'i merrni dhe në të kundërt, dhe kemi vetëm energji zjarri këtu. Ju shoh që ju jeni duke menduar për t'i dhënë fund një lodhje të gjatë. Por është edhe një energji femërore, maskullore, që dëshiron të ketë një fillim me ju, ose t'japi më kuptim ndjenjave që ka në lidhje me këtë dashuri. Por gjithsesi ky person mund të jetë edhe një person që kërkon të ketë një stabilitet dhe një shpresë në një romancë në lidhje me ju dëgjues. Është një person që mund të jetë edhe pak i paparashikueshëm në këtë dashuri. Gjithsesi shoh edhe një energji femërore që është e vendosur në qëllimet e veta në lidhje me këtë njohje, por shoh që ka një dritë dhe një zjarr brenda vetes në lidhje me këtë dashuri. Po të vëmë re këtu, kemi 2 figura.
kemi një energji mashkullore që dëshiron të japi fund një lodhje, ndoshta për të bërë një fillim të ri me energjinë femërore. Por ndoshta mund të ketë të bëjë me një energji mashkullore që sikur dëshiron që ta shpëtojë nga diçka energjinë femërore. Është një energji shumë e bukur. Gjithsesi mund të ketë edhe zbulime të reja në këtë histori dhe shohim te energjia e shenjës së ajrit, dhe shenjave të ajrit, që janë shenja e binjakëve, shenja e peshores dhe shenja e ujorit. Shenjat e zjarit këtu që janë shenja e dashit, shenja e luanit dhe shenja e shigetarit. Dhe vazhdojmë me energjitë shenjave të ujit, por edhe të tokës. Gjithsesi është lehtësim i përgjithshëm, thjesht përfshihen më fuqishëm këto shenja, por është për gjitha shenjat e horoskopit. Dhe unë shoh që ky person dëshiron të bëjë zbulime ose ndryshime të papritura në lidhje me këtë njohje që keni ose që keni pasur, ose edhe një fillim i ri, një njohje e re që ju mund të bëni. Dhe kërkon ndryshime të papritura ose ndryshime të paparashikuara. Ndoshta ky person dëshiron të veprojë në një mënyrë pak çliruese, e shohim këtu, të çlirohet nga një lodhje e gjatë. Por ky person dëshiron të çlirohet dhe nga disa modele manipuluese. Flasim në lidhje me, ju mund ta merrni ashtu si e keni, si keni njohjet ose lidhjet, por personi dëshiron të çlirohet nga disa modele të frikës që mund të ketë pasur, dhe këto janë frikra të brendshme, dhe shohim një energji femërore që është duke ëndrruar. Është duke ëndrruar rreth energjisë mashkullore. Dhe kemi një energji mashkullore të vendosur shumë bukur këtu. Shoh që është një person që mendon shumë seriozisht në lidhje me ju, por ndërkohë është një person që mund të jetë dhe në një pozicion të mirë ekonomik. Ky person dëshiron të kontaktojë ose dëshiron të jetë i ndershëm në lidhje me këtë dashuri, ose në këtë njohje ose në këtë rilidhje me një person që mund të jetë nga e kaluara. Atëherë shohim ky person kërkon një komunikim në lidhje me ju dëgjues, mund të jetë një komunikim nga afër, por mund të jetë dhe një komunikim nga rrjetet sociale. Dhe marrim edhe 2 letra, shohim kemi energjitë shenjave të zjarit, të ajrit dhe të ujit. Kemi 3 energji. Dhe këtu futen shenja dash, luan, shigjetar, shenjat e ajrit është shenja e binjakëve, peshores, por dhe ujorit, dhe shenjat e ujit që janë shenja e gafores, shenja e akrepit dhe shenja e peshqve. Atëherë këtu shoh që është një komunikim shumë i zjarrt, lajme në lidhje me një udhtim, ose ju do arrini ta idealizoni këtë person nëpërmjet një komunikimi që do keni nëpërmjet rrjeteve sociale. Dhe shoh që 2 persona që mendojnë në një mënyrë pak të njanshme. Një energji këtu që është duke menduar, shoh si të japi drejtim kësaj historie, ndërsa energjia tjetër mendon që e ka humbur këtë dashuri. Por unë shoh që një energji bie shumë e trishtuar dhe mendon që ky komunikim që dëshironi të keni ka humbur në lidhje me këtë person. Ndërsa energjia tjetër shoh që është një person që ndoshta ndihet edhe nga ana psikologjike, shoh pak i rënduar, por ndërkohë është duke menduar se si të japi drejtim kësaj situate, kësaj rilidhje që ju mund të keni, ose një ribashkimi që ju mund të keni. Dhe shohim, jemi te energjia e shenjave të ujit, ku jemi te 6-ta e kupave, tregon një lloj rikthimi të një personi nga e kaluara, dhe unë shoh një takim shumë të bukur. Nuk e di, por këtu është diçka kaotike, më duket në tepër, sepse unë shoh një rikthim. Ky person në shpirti juaj binjak, nëse ju futeni në njohje të re, në rastin tjetër për gjithë ata që kanë një person nga e kaluara, shoh që është momenti që të qartësohen disa situata që ju keni me njëri tjetrin nëpërmjet një komunikimi. Dhe është momenti i qartësisë,
sepse shohim këtu kemi një energji mashkullore që ndihet shumë e sakrifikuar në lidhje me këtë dashuri. Është momenti që analizon emocionet e veta, ndoshta ky person është i tërhequr dhe nga iluzionet që mund të ketë pasur, sepse jemi te shtata e kupave në lidhje me këtë dashuri. Dhe është momenti që të jetë një lidhje më e qëndrueshme emocionale, sepse po të vëmre këtu, jemi te kryeprifti, në shoh një takim dhe energjia mashkullore ndihet i sakrifikuar në lidhje me këtë takim, me këtë shpirt binjak. Gjithsesi, është një energji shumë domethënëse kjo që vjen. Ky person është duke menduar se si të futet në bisedime në lidhje me ju. Është një person që analizon akoma emocionet e veta, ndihet shumë entuziast, por ndërkohë dëshiron t'i afrohet kësaj marrëdhënie ose kësaj njohje që ju keni, më me entuziazëm, më me sinqeritet, por edhe më me respekt dhe me ndershmëri. Dhe ja të shohim si do përfundoj kjo histori midis jush. Dhe unë mora tarotin e romantik për këtë, për të parë se si do zhvillohet ngjarja në vazhdimsi midis jush. Atëherë, këtu dolën 2 karta, por unë do t'i kthej se nuk. Atëherë, kemi të bëjmë me energji të shenjave të tokës, ku shoh 2 persona këtu që janë duke shëtitur, ndihen shumë të sigurt në lidhje me këtë dashuri, por kjo njohje do marrë një zhvillim më të mirë. Do jeni më të guximshëm, do keni më besim në veten tuaj në lidhje me këtë njohje ose lidhje. Por ndërkohë shoh që është një lidhje ose njohje ku ju do shihni dashurinë si një përvojë, sepse shoh një çift shumë të dashuruar, pavarësisht se mund të jetë edhe një shkputje në këtë njohje ose në këtë lidhje që ju keni. Dhe shoh një person të vendosur, këtu jemi te energjia e shenjave të zjarit dhe të ujit, shoh një person që është shumë i vendosur në qëllimet e veta, është në një pozicion të fuqishëm e shoh, mund të jetë një person autentik, por shoh që është dhe një person që dëshiron të japi zhvillim kësaj ngjarje, sepse e shohim në rritje. Shohim një vetbesim këtu, por ndërkohë kjo është në rritje sepse kalojmë te 2 shikupave. Nga nënda e monedhave që tregon siguri, vetbesim, ndershmëri në këtë vetbesim që keni, sepse i shoh të dyja energjit këtu, jo vetëm një. Dhe energjia mashkullore që është e vendosur në këto qëllime. Dhe shoh në lidhje me një takim që ju do keni. Ndoshta ky person dëshiron të tregojë atë ndershmërinë, respektin për ju dëgjues, por të njohë edhe këtë dashuri që ju keni. Dhe të marrë një zhvillim më të mirë kjo njohje ose kjo lidhje. Dhe ne e filluam me kartën e të dashuruarve. Nuk dua ta tregoj sepse është figura është zhveshur, por e përfunduam përsëri me 2 e kupave, me një takim, me një bashkim, me shumë emocione që ju keni me njëri tjetrin. Atëherë, unë do marrë, sepse doli përfundimi, nuk do doja ta vazhdoja këtë lexim, është një përfundim fantastik në lidhje me ju, sepse shohim një person që do jetë me zemër të hapur, që do vi drejt jush, por dhe një njohje dhe një dashuri që do njohë zhvillime, por do jetë dhe një vetë njohje e vetes tuaj, dhe një vetë siguri dhe një vetë besim në lidhje me këtë dashuri. Atëherë do marrë një mesazh nga angjëjt për të parë se çfarë ju thonë, çfarë mesazhi ju japin. Atëherë, kartat janë të kundërt, dhe ju shoh që ju jemi te energjia e shenjave të zjarit,
Dhe ju shoh që ju mos e braktisni, thot. Një histori dashurie që ju mund të keni. Kujdesuni që ta rregulloni këtë njohje ose për gjithë ata që futen në njohje për të futur në këtë njohje me këtë person, ose për gjithë ata që mund të kenë një person nga e kaluara, atëherë kujdesuni që ta rregulloni situatën përsëri. E di thot që është e vështirë për të besuar përsëri te vetja juaj, thot. Dhe është një mesazh vërtet fantastik. Unë do marrë dhe një tjetër për ta plotësuar dhe kemi kartën e karocës, ku ka lidhje me emocionet, ka lidhje që me një drejtim më të mirë që ju do të jepni kësaj njohje ose kësaj lidhje. Dhe ju thotë, është një moment i rëndësishëm në jetën tuaj. Ju duhet mendoni me kujdes se çfarë vërtet dëshironi. Dhe të provoni, thot, edhe të panjohurën, të provoni ndoshta me këtë person për të takuar ose për të shprehur ato ndjenjat dhe emocionet, pavarësisht në situatat që ju mund të jeni. Është edhe ky një mesazh shumë i bukur, gjithsesi shoh që ju i jepni drejtim emocioneve, sepse në tarot është karta e karocës që tregon që ka lidhje shumë me emocionet. I jepni drejtim kësaj njohje ose lidhje që ju mund të keni ose një njohje të re që ju do bëni. E rëndësishme është që ju të dini se çfarë doni, por edhe të provoni në lidhje me këtë person. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe doja të falenderoja të gjithë abonentët e rinj, por ndërkohë ftoj dhe të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj një mbazdite sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.